efekte tjera shëndetësore negative nuk ka, kurse çdo lloj intervenimi në mund, sikurse ata që bëhen për arsye mjek shëndetësore, sikur edhe ato që bëhen për arsye estetike, mund të kenë në lidhje me frymarrje. Mbaret nga ajo se çfarë duhet bërë në një hundë dhe çfarë është bërë. Do të thotë procedurat kirurgjike janë të standardizuara, edhe ne si kirurg nuk kemi të drejtë të përdorim atë çfarë duam ne, ne duhet të përdorim disa teknika të cilat janë të standardizuara. Ato teknika janë të projektuara në atë mënyrë që të kenë efekte anësore sa më të vogla sa i përket frymarrjes. Mirë po, edhe përkundër kësaj, një numër i konsiderueshëm i hundave kanë efekt negativ në frymarrje. Te operimet estetike, rikuperimi i plot konsiderohet që përfundon pas një viti. Pjesa më e madhe, dikun 80% e rezultatit, presin të arrihet pas një muaji. Jo, ndjesia e aromës nuk ndërlidhet me operimin estetik të hundës. Mbaresat nervore që detektojnë aromën janë të vendosura në një zonë të hundës ku nuk punojnë. Natyrisht që ka të tilla raste, po konsiderohet dikun rreth 3% të rasteve në literaturë konsiderohet që ka nevojë për ndonjë lloj riintervenimi apo diçka tjetër. Te knatësia e pacientit është shumë e rëndësishme pritshmëria. Do të thotë ajo duhet të bëhet e qartë pacientit se çfarë mund të arrihet, sepse ekzistojnë limite të caktuara se çka mund të arrihet me ndërhyrje estetike. Konsideroj që është standard, ka shumë vite që merrem me këtë punë, edhe konsideroj që kërkesa është standarde, ka një numër të madh pacientëve që vinë prej jashtë Kosovës, jo vetëm shqiptarët e diasporës, por edhe shtetasë të huaj, të cilët janë të interesuar, varet se ku ka qenë problemi. Do të thotë paraprakisht duhet të identifikohet ku është problemi. Nëse është problemi vetëm se te devijimi, atëherë mund të përmirësohet kirurgjikisht. Por në raste që kanë rinite kronike, rinite alergjike, atëherë kirurgjia shumë pak ndihmon atë aspekt. Poenta e frymarrjes nuk është që hunda duhet të jetë drejt. Hunda duhet të jetë në drejtimin e fytyrës, gjithsesi septumi apo ndarësja e vrimave të hundës nuk duhet të jetë e drejtë, por duhet të jetë në drejtim të orientimit të fytyrës, që dy vrimat të jenë njësoj të kalueshme. Kështu që kjo që shohim, devimet e jashtme të hundës që shohim, ato nuk paraqesin pengesa frymarrje me hundë. Vrimat e hundës janë në brendi dhe ato devime pacientët vetë nuk mund të shohin ato, shihen vetëm me ekzaminim. Pengesat më njëherë pas operimit, me frymarrje janë pothuajse të gjithë pacientët, sepse kemi edem, kemi hajtje hundës. Siç hahet hunda jashtë, ka përkohë ajo edhe brenda dhe ngushton vrimat e hundës. Ato në një periudhë kohore mbahen me terapi të caktuar, të kongestive, kurse pjesën tjetër vihet deri te adaptimi dhe çajtja e hundës ku përmirësohet frymarrja. Përdorimi i sprejve në mënyrë pa kontrolluar shkakton varshmëri edhe nuk është metodë e cila e ndihmon frymarrjen. Po tash ka shumë lloj të sprejeve. Ka sprej dekongestiv, të cilët përdoren në periudhë më njëherë pas operative, ka sprej kortikosteroid, të cilët përdoren për rinite kronike dhe alergjike, do të thotë është një gamë e gjerë problemeve që mund të më shkaktojë pengesën e frymarrjes. Mendoj se operacionet estetike në Kosovë të hundës, po e potencoj, kryen në nivel mjaft të lartë, dhe jemi shumë përpara regionit.